Një kënd muzeal i improvizuar por i mbushur me objekte të çmuara tradicionale është krijuar në ambientet e shkollës Zekria Rexha në Xhakov. Profesori Rudolf Cakaj thotë se ideja ishte prej kohësh, por ajo ka marrë formë pas disa vizitash multikulturore, ku nxënësit morën përsipër të pasurojnë një hapësirë të veçantë brenda shkollës me artefakte nga shtëpitë e tyre. Ideja ka lind ka herë kur me ish arsimtarin me vetë Mullademi, i kemë prezentu këtë projekt, i kemë bodhe disa vizita multikulturore për trashëgimi kulturore, edhe i kemë kërku nga nxënësit me pasuru kandin edhe ta na kanë pru eksponate të ndryshme të tradicionale dhe e kemë pasuru. Zakonisht janë zakonshme shtëpia tradicionale që i kanë pas pishene dhe ju, djepi, minderi, sofra tradicionale, sende që ju kanë vytë për jetën e përditshme gjatë punëve të ndryshme. Për mësimdhënësin Cakaj, mesazhi i projektit është të sensibilizojë nxënësit për rëndësinë e trashëgimisë kulturore, sepse vetëm duke mësuar për të kaluarën, ata kuptojnë më mirë veten dhe vlerat që na lidhin si shoqëri. Mesazhi kryesor është mi sensibilizu nxënësit për të kaluarën e jonë edhe me mujt me pas njohuri edhe një mesazh se këto janë pjesë të kulturës jonë, domethënë na tregojnë vlerat kulturore që i kanë pas të parë tanë. Në secilin kënd të kësaj hapësire shkollore mund të shohësh diçka të veçantë, por nxënësit kanë edhe preferencat e tyre. Muzeu në shkollës më së shumti më bën të përshtypje tradita jonë shqiptare dhe ajo e cila është shumë e pasur që mund ta shihni këtu. I kemi objekte të jetës së përditshme që i përdorin të paradhesit tanë dhe më duk shumë interesant sidomos këto objekte që përdorin në jetën e përditshme. Te ky muze besoj janë pjesa këtu të djepat, më duket shumë interesant, pasi që të paraardhësit tanë shqiptar i përdorin këto shumë me eficiencë të madhe dhe i përdorin siç thash edhe në jetën e përditshme. Ky kënd muzeal është një mundësi shtesë për të shënuar çdo vit edhe ditën e muzeve, thanë nxënësit. Ndërkohë qytetari Nimon Zenaj i sheh këta hapa si vaksinë kundër harresës kulturore, pasi thotë se të rinjt sot shpesh zgjedhin kafenet të shëtitjet, por muzeun e harrojnë si vend i shenjtë. Janë të interesun shkanë kohë e mësme. Këta të rritë po manojnë vesh me dalë me shëtit, me najtë në për kafiqa, diskoteka, nuk po manojnë asë për me mësu si duhet, e duhet muzeja shajë mësme për çdo rast duhet me vizitua. Edhe me majtë, si ka dhe traditën e mësme, traditën e re maja petë këto, po. Atër ju si qytetar nëse vizitoni një shtet tjetër përveç Kosovës, a ju kishte lënë përshtypje me shku edhe me vizitu një muze në atë shtet? Po, unë për vetë jem konë me Gjermanie, me Italie, me Zvicërë, jem konë Francë, Austrie, tana unë, po ku të dredhësh, është i vanosën çdo qytetar si shkon atje, do ati knasën. Këndi që ngritën nxënësit e shkollës Zekria Rexha mundson ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe njohjen e brezit të ri me këtë pasuri, thanë profesorët mes tjerash.